Dëgjuam New Elon, detaj për detaj. Po. Interesante shumë si këngë. Çfarë të frymëzoj. Domethënë du flet aty që unë s'kam nevojë për ty, unë ja dal vetis, zemrën time se ble me miliona. A je kështu edhe në realitet? Po, jam, për ndryshe nuk e kisha pranuar kur këtë tekst. Do me thënë kënga është prodhuar nga Alex Gjompalaj dhe shkruar nga Stivi Ushe, edhe kur nuk kisha mund të pranoj një tekst që unë nuk di ta interpretoj ose nuk e gjej veten, nuk më përket. Dhe kur menduam për beatin, për prodhimin e këngës, do me thënë, doja diçka ritmike, diçka që t'jep energji pozitive. Fundit, nuk e di Ronaldo, për shembull unë në jetën time kam studiuar, kam punuar, po pastaj gjithmonë muzikën nuk e kam lënë kur anash. Gjithë të vite, do me thënë, kam bërë shumë sakrifice dhe kam thënë unë kam lind për këtë gjë. Në gjë, ti ke formim institucional në aspekt muzikës, pra ke mbaruar një shkollë të saktuar, Jo, do të kisha dashur shumë, para se të zgjidhja Universitetin për Ekonomi Politike, pata mundësinë, do kisha dashur shumë të studioja te shkolla e Adel në Angli, por për çështje shëndeti nuk i ka dot. Sepse isha, do me thënë, duhet të qëndroja në Milano. Si e ke përvetësuar këtë pjesën e të kënduarit? Domethënë kur e kuptove që ti ke talent për të kënduar dhe the pastaj unë do ushtroj, pra do merrem me këtë gjë? Shumë e vogël. Herën e parë kur kam kënduar në skenë, ka qenë 6 vjeç. Te Vallati i Kulturës në Laç, dhe më ka zbuluar motra ime Justina, që ajo kishte shumë talent për folklorin shqiptar, dhe besoj që ta kishte ndjekur, do ishte bërë një artiste shumë e mirë.